Më dërgonte foto intime. Ti të flasësh me mua, e të ma tregosh burin tënd me bokse, unë I bëj një bloka jo atë adres tjetër. Sa më pa mua, unë s'kuqe tëra. Pse ti je ai që ke tentuar të vjedhësh bankën? Po unë jam. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, këtu në live me mua do të jetë një 41 vjeçar korçar me emrin Valter, I cili kërkon të reagojë pasi emri I tij është përmendur përpara disa ditëve, më saktë javëve, këtu në live me Odetën. Sepse Niko Keqi, një I ri nga Bilishti, ka qenë me mua këtu në live me Odetën dhe ka kërkuar ndihmë për kujdestarinë e djalit të tij. Ai tregoi jetën bashkëshortore, tradhtinë që gruaja kreu gjatë kohës që ishin të martuar dhe mbi gjitha një divorc të vështirë. Dhe gjatë kohës që ai po rrëfente tregoi se një person me emrin Valter kishte tradhtuar gruaja e tij. Valteri sot kërkon të reagojë dhe të jetë pjesë këtu në live me Odetën, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, momentin kur Niko Keqi ka qenë me mua, dua të prezantoj një klip të shkurtër të Nikos, por dhe të ish bashkëshortes së tij Elidona, pasi dhe ajo ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar që kishte nisur një lidhje, një marrëdhënie miqësore dhe burri nuk e tradhtoi asnjëherë. Që ndjekim momentin e ish çiftit kur ka qenë në kohë të ndryshme këtu në live me Odetën dhe do ha dritaren për Valterin. E këshillova atë për pjesën e familjes, sepse ajo është pak naive, ashtu si e ke njoftë ti, pra kur e desha. Nuk I thash asnjë fjalë të keqe asgjë, dhe ndonjëherë që tërnoj fjalë kërkojmë falje. Do të thënë ai futën frikën brapa shpinën. Njeriu jeton për një fytyrë dhe për një somëndë, më kupton? Ka dashur të macaroj, do të thënë. Ka dashur të macaroj, të dalë nga vetja, që në fund të fotja kush e shtyp. Po përleshëm bak aty, e sulmova unë, sepse kishte bërë shumë xhiro aty dhe më provokoi, momenti fundit. Unë e godita sepse njerëzimi dhe durimi ka thënë. Një grua normale mund të tradhtoj, po s'mund të ndodhi gjitha këto të veri, ka tradhtime, lloje mënyrësh, po jo në këto formë të tilla. Unë shpamoj fakte të rritë djali ime I kriminal, thjesht. Erdhi dikush në shtëpi edhe kishte marrë foto të mia në Facebook, edhe vjen në shtëpi, ai nuk ishte edhe aq mirë, domethënë kështu, ishte I pirë, ishte në efektin e drogës, ishte tha policia. Pastaj I thot vjerit tim ka marrë të marrësën e djalit. Por keni komunikuar bashkë ndonjëherë me njëri tjetrin? Po ka thënë si miq, nuk I kam thënë asnjë gjë tjetër. Kupton, as për takim, as për kafe, pa asgjë. Më dërgoi më shkruaj ti në TikTok edhe pas e kalon nga Facebook, po jo asnjë gjë kështu të keqe, asgjë fare. E dëgjuam edhe zonjën, edhe zotrin, dikur të martuar sot fatkeqësisht të ndarë, që treguan momentet që Niko tha gruaja më tradhtoi, ndërsa zonja tregoi që nuk kam pasur asnjë lidhje serioze me askënd dhe nuk e kam tradhtuar burrin tim, por me këdo që kam shkruar në rrjetet sociale I kam konsideruar si miq. Dhe një prej tyre ishte akuzuar Valteri. Ha britare dhe ftoja Valteri për të dëgjuar çfarë do thojë ditën e sotme këtu në live me Odetën. Valter, përshëndetje. Ja, ty po të ndishja, nuk e di, me një grua bjonde, nuk e di për zotin. Po më ndiqe. Po, që kërkon djalin e vetë kjo gruaja, për zotin. E qartë, por gjithsesi, ti më ke telefonuar dhe më ke dërguar dhe një mesazh në Instagram për një rast që ka qenë në live me Odetën dhe ti je prekur. Po, keni qenë një live, ka qenë babai vetë dhe çuni vetë. Po, bëhet fjalë për Niko Keqin, I cili ka treguar historinë me bashkëshorten e tij dhe ju ka akuzuar ju se ju keni shkuar në shtëpinë e tij dhe keni pasur një marrëdhënie me gruan e tij. Po. Unë, Odeta, nuk e dinja që kjo video ishte bërë. Ma tregoi një shok nga Franca. Më tha, o Valter, është për një video për ty, sa ta kanë përmend emrin, sa të kujtoj ta që ke vajtur një në baba, më tha në Bilish, po I tha shumë. Në 2024 besoj, thjesht. Po. Se nuk I mbaj edhe datat fort mirë. Odeta është shumë e vërtet që unë me këtë gocën ka pasur lidhje. Ju keni pasur një lidhje, domethënë çfarë ka ndodhur mes teje dhe ish nusës së Nikos?
ndoshta është preva gabim Odeta, jo lidhje. Po, si gjithë çunat që rinin atëri, çuna, unë jam çun, jam 41 vjeç, nuk jam çun 20 vjeç apo ta di unë. E qartë. Duke çatuar, duke bërë çatuar në TikTok, edhe më del kjo goca shiste, nuk e di, shiste kështu, që e thonë. Produkte. Punon produkte, po. Punon të në një kompani gjermane, shiste kremra, gjera të këtila, nuk e di. Edhe më tha do më ndihmosh ti mi ekspozosh pa këto, ti mi reklamosh. Ashtu nuk s'marr vesh nga këto, i thash me gjitha të ishte fillimi që kisha apu TikTok-un. Kisha 2 telefona. Edhe kjo goca tha do vish në punë, më tha ma të punosh edhe ti këtu në kjo kompania, i thashun sa është pagesa në muaj që merr ti, thashun. Është 50 euro, thashun po për 50 euro, punon në muaj, thashun, lot trut për 50 euro. Duhet të bësh klientët për vete, agente, ku di unë si quhen këto. Edhe i thashun është e pamundur. Fillovi pastaj më tha mua si bëhet TikToku me lek, tha që të fitoj lek nga TikToku, tha. Pra, thashun po nuk e di. Ti po tregon. I dashur Valter, ti po tregon që biseda juaj në TikTok ka qenë një bisedë shoqërie, asgjë më shumë. Shoqërie në fillim. Po. Tha si bëhet TikToku, tha me lek, tha kështu, fiton lek nga like-et ose kështu. Nuk e di, thashun, duhet të pyes njërin, se që është njëra në koqë këtu një Oriana, nuk e di, e kam shoqë atë. E pyta atë, jo duhet të apësh PayPal, tha duhet të ringift, dhe po te. Po. Po, edhe fillova unë të gjithë një gifte, kupton? Ta ndihmoje. Ta ndihmoja dhe në një farmendi, unë s'kisha dhe një interesaj. E nese, fillovi nga TikToku, futëm në Messenger. Gjithë ditë rinte me mua në Messenger, më kërkon të llogari. I thesham pse më kërkon llogari? Jo po që kështu dua unë, jo po ku vete, jo po ku dashu. Ishte e koha beare dhe më di që ka parkurinia. Pra, le të themi që nga TikToku, kur kaluat në Facebook, në Messenger, marrëdhënia ndryshoi. Nga një bisedë normale u kthye në një marrëdhënie, sepse një grua e martuar të kërkonte llogari, do të thotë kishte diçka me ty, është e pa kuptim. Më kërkonte llogari Odeta dhe bile i kisha videot edhe voice-et i kisha, po telefonin ma ka marrë policia e Bilishtit. Ma ka sekuestruar edhe kufjot e këtilla të vogla, edhe telefonin që kishte foto ati. Nese, fillovi një bisedë llogarie, fillovi një bisedë ku di unë si ku njëshin për viteshe. Më theshte 100 lave për vjerin e vetë, jam budalenj. Nuk silen mirë me mua, me Rafin. Nuk më lënë të shkoj ke baba im. Babi im ka raur burin tim. Ata nuk më ndihmojnë as me lek, as me lënë të dalë nga shtëpia, më mbyllin më bëjnë shëpëtore, ande po këte. Unë edhe ty Valter mos të kisha njohur, të tha unë do iki ka kjo shtëpi. I thash më dëgjoj këtu, i thash. Nuk është mirë, i thash që të bësh gjeste të këtilla, se ke një çunë në mes, i thash. Mere buri, bizetoj, buri punonte në Selanik në Kosezonesh, nuk e di. Niko ka qenë emigrant. Po, ka qenë emigrant. Edhe po ta them Odeta bëj në Pashallahu, kur ka erdhur ai binjen, unë dua të bëj një përballje me ata. Nuk ka erdhur Nikoja kur ka ndodhur kjo histori. Nikoja ka erdhur për të bërë ndihmën ekonomike Odeta. Por marrë fe historinë, çfarë ndodhi mes teje dhe nusës së Nikos? Ajo të kërkoi ndihmë, ajo thjesht të kërkoi ndihmë apo të shprehë dhe dashurinë? Se me sapo kuptoj unë, Odeta, më shprehi dhe dashurinë se je dhe femër më dërgonte foto intime.
Ajo të ka dërguar foto intime? Po. Tashin po të them, buri saj, si ka i Niko, se nuk e mbaj më të emrin, nuk erdi për punën që ndodhi kjo me mua. Erdi, kjo më kishte lajmëruar mua që do vi buri. Edhe unë i thash, Kastile i thash, desha ta provokojsha. Po ne të dy i thash, si do bëjmë, si do flasim. As mos e qaj kokën fare, më falë për shpreje. Mos e qaj kokën fare, tha se do flasim, sa. Tash i duke fjetur buri në shtrat. Edhe ti të flasësh me mua, e të ma tregosh burin tënd me bokse, Nuk është normale. Nuk është normale, ja ku po fle ky gomari. Ja guduliste këmbët. Në sytim. E kthen te kamerën nga ana tjetër, ja guduliste këmbët tash. Se çfarë më intereson te mua, kjo një zot e di. Por ndalemi pak Valter dhe pa të vënë në siklet nëse do folën, nëse do nuk mund të flasësh. Në momenti që ajo nisi të niste foto intime, të shprehu dashurinë, ti e pranove këtë dashuri, le të themi. Dgjoj. Si çdo të rinj, unë nuk e se i pranoja ose si pranoja. Isha i detyruar në thonjza që ato foto do vini. Po pse ishe i detyruar? Nëse një marrëdhënie nuk të tërheq, qoftë mashkulli, qoftë vajza mund të largohen. Unë i rasnja dhe blokë, se kisha problem. Po, ku di unë më mbante, nuk e di se si u lidha në atë femër, se si u gjenda, se si... Sepse nuk e di. Ajo ka deklaruar që ti e ke kërcënuar nëpërmjet këtyre fotove. Jo, nuk e kam kërcënuar, kur? Le të vi policia, të ma lëshoj telefonin, po ta kem kërcënuar unë bëj burg. Por, çfarë vazhdoi? Të përgjigje me ligjin. Çfarë ndodhi Valter? Ju sa kohë mbajtët, le të themi, kontakte nëpërmjet rrjeteve sociale me njëri tjetrin, ku shkëmbenit mesazhe, foto, flistit me video me njëri tjetrin, sa kohë qëndruat bashkë? Gjatë gjithë garit o deta. Pra, le të themi 3-4 muaj. Po, para se të vinte Beari, gjatë gjithë garit, gjithsa i ka pasaj në Kosovë në Pej, se ka motrën ati, kështë ardhur nga Gjermania, i ka me prindri. Bile kam ikur ditën që ka merë nga fshati. Ka ikur prindrit në fillim me makinë të vogël, se nuk të nëzit në makina e vogël, kurse unë kam ikur në Tiranë, nga Tirana, kam ikur për në Pej. Kam edhe vullat atje në pasaport. Se kartë identiteti nuk u kam. Ti në atë kohë që flisje me zonjë në fjalë, ku jetoje? Unë jetoja në Korçë, dhe ta. Ti në Korçë, ajo në Bilisht? Po, kam jetuar edhe Gjermani, kam jetuar në Greqi, kam jetuar, vetëm në Italis kam jetuar kur. Jo, flas për kohën që flisje me nusen e Nikos. Ke që në Korçë? Për kohën që flisja me ata isha në Korçë. U takuat në njëherë bashkë? Kur në jetën time? Ju vetëm keni folur? Veç kemi folur, edhe ai buri që ka thënë ka prek me dorë 200%, unë ati buri do t'i themi laf. Ka mjeko, qa janë këta mjeko ligjor, qarë si quen këto, doktorata nuk e di. Në qofë se unë e kam prekur me dorë, nuk i vajta në fshatën. Valter, ajo është bërë nën dhe mjeku ligjor nuk mund të vërtetoj a ka patur marrëdhënie seksuale zonja me ty apo jo, se nuk vërtetohet kjo gjë. Po mirë pra, le ta vërteton ku të dua në... Se kjo gjë nuk vërtetohet, është e pamundur të vërtetohet. Në spitalin më të mirë le ta vërtetoj. Por edhe në Amerikë që është ti, nuk ka mjek në botë të vërtetoj, e ka tradhuar gruaja burrin apo jo, kjo gjë nuk vërtetohet. Valter, përpos gjithçkaje, duhet të mendosh dhe ta kthesh frikën nga vetja jote. Po pra, që dhe unë kam qenë i martuar, kam diqu 21 vjeç. Jeni baba. Një burr në emigrim të zbuloj që gruaja e tradhton, është e rëndë. Shumë e rëndë është, e vërtet. Por ju, çfarë mendonit? Ju e dini që ajo kishte një burr, kishte një djalë. Çfarë mendoje ti? Të linte burrin dhe ta vazhdonit jetën bashkë? Odeta, nuk desha ta menja për vete. Po për çfarë e desh ti? As për nuse, as për gjë.
Ja tani do ta shpjegoj. I thesh, ai largohu, sqaroje me burin, nuk janë njerëz për mua ma bënte, o Valter. Të dua ty, të dua këte, dua të bëj me ty këte, dua t'iki me ty këtu. I thash është e pamundur, i thash ta bëj me të dy këte, se unë nuk dua t'i futem tjetit në hak. Shko që njëri tjetër edhe be, ose shko ke prindrit e tu, së nuk të trajton mirë buri, shko ke prindrit e tu, pse në mua. Biles këtë lidhje e din edhe prindrit e mi. Që ti... Ajo ka folur edhe me nonën time, ka folur edhe me babën tim. Po si e prezantove të nëna dhe të babajti? E kam shoqe. Unë jam ka të dytë tani, prindrit e mi janë poshtë ka të parë. Nëse s'beson, unë i bie tash i kësaj tavanit edhe vinë. Jo, nuk është e nevojshme të fusim në këtë live nënën dhe babajin tënd. Por çfarë ndodhi më pas? Edhe i thash, shko, bizeto me burin, me vjerin, me vjerën. Unë i digjoja vetë o deta. Qa Për kokën atyre prindrëve i digjoja vetë që në orën 8 të mëngjesit, që vjera 1, edhe vjeri 2, i bërtisni që në pikë të mëngjesit. Ora 8 nuk është pikë e mëngjesit, është mëngjesi normal. Po pra mëngjes, ne ka koqa kështu e quajmë pikë e mëngjesit. I bërtisni një bëna kafe kështu, jo ti nuk je për këtë, jo ti nuk di të bësh dy punë, jo vinte një teze, ajo tezja rinte me orë të tëra, atje nuk e di një plak. Rinte me orë të tëra, se risni, bëni, një shtëpi shkatruar, më ku të zemë e shkatruar. Pra, ti nuk ishe fizikisht në atë shtëpi, po ti dije gjithçka që ndodhte në atë shtëpi. Gjithçka, ishte 24, në 24 me mua, as me motrat e mia, as me çunin tim s'ka folur aq sa kanë folur me atë. Valter, sepse një vjerë dhe një vjerë, po të flasë shumë hapur, që e shikon nusen nga pika e mëngjesit deri në pikën e darkës, të rrinë në celular, dyshon, qa po bon kjo nuse? Dhe realisht ajo rrinte me ty, dhe një vjerë do ta ngrej zërin, o nuse qa po bën? Kështu që në këtë pikë, edhe unë jam me ata. Po pra, edhe për djalin e veta, le qa thonë ata, për djalin e veta e kujdeseshe, për djalin e vetë. Edhe mua më theshte, që të bëj që kam të djalin e sëmur, edhe vërtet e ka të sëmur. Se po të që për mua jeta ime ka mbaruar, ka marrë fund. Që të bëj që me doli këtë djali sëmur, edhe për këtë që është me mungese e kur është shumë e vërtet. Por ti vajte në shtëpinë e saj. Ti nuk e doje, po më tregon që i kërkoje të largoheshe nga ty, të gjinte një tjetër dhe jo ty, sepse ti nuk e doje për nuse. Çfarë ndodhi më pas? O deta dëgjoj këtu, atë ditë kam qenë me kunatin tim nga Kosova, me motrën time, me nënën time, me babën tim, edhe me nipi. Kemi qenë në festë e birës. Po? Kemi qenë në festë e birës, kemi konsumuar 2-3 bira atje, se kunati im jeton në Gjermani dhe një në vit vjen këtu me motrën time, edhe vajtë frekuentuam festën. E qartë, nuk ishtë që është festa e birës Korça, mos gaboj. Po, si gjithë të tjerët. Vajtëm aty, e më thot kunati, Valtera, do ikim në shtëpi, tha. Thash unë, ikni juve në shtëpi, thash, se unë do ride pak. Jam i ri, do ride pak, i thash, i ri. Okej, po ride pak, i thash, juve me qini të logur, shkoni në shtëpi, thash unë. Kisha dhe ca shokë atje, u bashkova dhe me ata shokët. Thash unë shkoni, a juve unë do ride pak, mi tha nëna. Mos ke merak, mirë mos ke merak. Biles motra më blevi dhe një telefon tjetër që ma kanë sekuestruar. Po? Kjo Gjermani. Po të doni mere verifikojni në komisariati Bilishtit, është telefoni tim atje, se që kanë bërë një zotë e ti. E qartë, çfarë ndodhi atë mbrëmje? Ti isha në festën e birës, konsumove alkool, u algëtove? Isha në festë e birës, konsumove alkool, gati po 3 bira. Po. 3 bira kështu, që i thonë atyre me që mbushen kështu si thonë. Po. Nese.
Ndenja deri nga ora 4-5 i mëngjesit në këtë festë, piva akoma më shumë bira, e pranoj që piva akoma më shumë bira. Në 5-6 nuk e di, jo në atë vend, se vendi beshe mu në terminali, kishin ik fugonat që ty. E kam parasysh ku organizohet festa e birës në Korçë. Po, edhe vinin në një vend tjetër, vinin autobusat e secilit qytet ose fshat. Ishte zhvendosur terminali. Po, ishte zhvendosur. Edhe hypi unë. Për në bilisht. Po që kërkoje në bilisht? I vedishëm që do vijet e shtëpia e saj? Shumë i vedishëm, vërtet kisha konsumuar alkool, po mua alkooli më doli gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë natës, mua më doli alkooli. Isha, po jo shumë. Po në momenti që... E kisha memorien, e kisha vetien, e kisha lafosja tamam, isha tamam i rregull. Walter, në momentin që vendoset i hipi autobusit dhe të shkojë në bilisht, me çfarë motivi? Me çfarë motivi ja do ta tregoj unë tash. Se më vajti në një pikë që nuk mbante me. Pse? Çka kishte ndodhur? Unë i bënja bloka jo atë adres tjetër. Unë, në qofë se gjendet ajo gocë, kush futur, në none veta, në babe vetë, le të vitëm ato të sy që unë ap një adres tjetër, Valteri më bënde blok, unë ap një adres tjetër. Bile fuste dhe qunat të tjerë më kërcënoni në TikTok. Dhe ti vendosi t'i shkojë te shtëpia e burrit dhe ti thoshe mos më shqetësoma? Jo, unë i thash kështu. Takoj dy burra atje në fshat, njeri ka këta burrat e kishte këshurik të plaku. Vjerin, baban e Nikos. Po. I thash, apo ma tregon pak shpin, i thash të zotris, po, thash. Pse do unë, tash nuk do t'i kesha përnu, se t'janë gjithja namin. I thash e dua për ca mobilje. Se babaj ti me mobilje kështu të përdorura, antike, si quhen këto. Po. Edhe kështu, i vajta në shpite, okita, i thash, kam për të bizetuar diçka me ty, por nuk të njoha, po të njemi, thashu. Për nga jenë nga Korça, si që është Valter Xhelilari, thashu. Më pak kështu, okej, tha. Vetëm ke një lokal aty në fshat, pivëm nga një birë, edhe i thash, o zotri, unë kam 2 telefona, i thash. Pra, ishte vjeri i Po, zonës. vjeri. Ti more vjerin e saj dhe ule pive kafe. Po, pivëm, i thash, qa do pish? Tha, unë nuk pi kafe, tha, me që ishte shumë vapo deta, pivëm nga një birë. Edhe i thash, o zotri, unë kam 2 telefona, i thash. Nusja juaj, thash unë, a quhet kështu po, tha. Thash unë, shikoj pa këto fotot, i thash unë. Thash unë, shikoj pa këto, okej, tha Valter. Thash i qa kërko nga mua, tha. Ke ardhur të më marrësh nusen, tha, qa fleti, thash, si ka marrë me të marrë nusen ty, thash unë. E mira ndër të mira vesh, që t'ja ish një telefonin nga dora, i thash unë, se i ben edhe me mua, i ben edhe me të tjetët, sa të ta marrë djalin tempë me qafi, thash, po më miri që një telefonin nga dora. Që edhe mua më bezdis, po edhe juve ka me ju fut në telashë, thash. Po mos ja kem thënë kështu, unë përballem ata, edhe përballem edhe me ligjin. Më kanë bërë edhe një akuzë shumë të rëndë që e ka rëmbyer Valteri. Valteri ka qenë në burg. Walter, shumë e rëndë kjo që ke bërë, sinqerisht. Se nëse ti do doje të mirën asaj vajze, mund të vihet e babai i saj dhe ti tregoje këtë histori, por jo vjerit. Po nuk ja dija babaj në Odeta, nuk ma tregon të emri. E babaj, e kishte në burek babaj, ku t'ja gjinja babaj në Odeta. Por kjo nuk është forma e dur, gjithsesi duhet të gjeje formën e dur të shkëputeshe nga ajo vajzë, nëse vërtet i doje të mirën që ajo mos shkatronte familjen, por jo ti shkoje ti takoje vjerrin e ti thoshe nusja jote po bën këto veprime. Odeta po nuk kishte buri saj vinte gjoja punon të andet se unë i di tashi. Unë di shumë gjëra të tjera, po nuk flas. Çfarë ndodhi më pas? Ti shkove
Fole me vajzën? Buri vinte gjoja për të punuar, loste kumar, vinte me femrat e tjera. Edhe priste ai nga nusja e vet që të rinte e rregullt. E kuptoj. Çfarë ndodhi më pas, Valter? Pasi konsumove atë kafe me vjerrin e kësaj zonje? Konsumova të kafe, si që taj, pasaj u kthye ke shtëpia ime, tha që po bënte fjalë me gocën time, edhe me nipin tim. Nuk është e vërtet. Ajo goca, e ati më thiri vetë. O çuni, tha, o djalja, po vjen pak, më tha mo. Po i thash, unë vi. Unë lodhën e ca fshatara, ty i vajta. Tha, si është problemi, tha, çfarë ka bërë nusja jonë, tha. Ta mama, jo e qetë, as bërtitë ma zja pale që ato taj. I thash, unë ka bërë tek, është e vërtet apo? Ja ku i ke telefonat, mirë, okej, tha, ti do qëndrosh këtu, më tha mua, do lajmërojmë kryetarin e fshatit, këta e kishin kushuri, nuk e di, e kishin njeriu në tyre. Do vi policia, dhe do të sjerën në polici këto. Okej, thash, unë as kam bërë gjë, as ta kam prekur nusën e vllajt, as gjë. Se po të ishte, për ta prekur, unë i thesha kështu, janë në bilisht, edhe hajde. Por vetu përballë me atë? Me atë u përballa në obor. Sa më pa mua u skuqe tëra. Dhe çfarë të tha? Çfarë më tha, çfarë bën ti këtu, më tha. Dhe ti çfarë i the? Thash, ç'a bëj unë këtu apo ç'a bën ti, thash. Me jetën time dhe me tërgesat e tua, thash. Atë lajmërova një ti thash që do të vi ke shtëpia. Që ndali ato biseda, ato me mua ndali. Atë thash që do të vi. Këtu le të më vrasin, thash unë. Vetëm ti, nuk e ti, ndalu o gocë, ndalu, se e ka pi. Unë atë ko, kam prishur edhe një lidhje tjetër që e kisha familjarisht, nga i Mara. Ajo nuk e di më pa që isha dhe më merë të telefon ku jetë që a digjojnë të zhurma ndë, po këtë që merët vesh o deta. Por, Valter, pas asaj nate që ti takove vjerrin, kunatën e kësaj zonje që pate një lidhje disa mujore, pas disa ditëve vjen burri saj, Niko, nga Greqia dhe ai të ka takuar ty. Ja. Nuk më ka takuar. Kur. Kam ndenjër këtu ke lagja ishte vatë. Kam ndenjër me pantollat shkurta, si që janë tani që është ngrotë këtu në thomën time, pavarësisht se jashtë të shtotë. Kam ndenjër te komshia, isha ula atje, po pija një cigare me telefon në dorë. Kur më vjen një mesazh i fshehtë. Përshëndetje, Valteri e ti? Po, Valteria. Unë jam Niko, ja tha buri filane, sa, edhe me shavi pik. I thash, burat nuk shajnë, i thash, në vlla. Unë nuse nuk ta kam prekur, i thash, me gjitha të, ti shaju nuk të shaj, i thash. Unë përbale me atë, po ta kem shaj, zoti martak, po ta kem shaj. Jo, tha, do të vrasë. Po me vajtë më vri, thash unë. Ti, tha, ke qenë, tha, në Katredalja, më tha, në Katredalja qytetit. Unë, tha, të kam pasur 10 metra afër, tha, edhe nuk të kam vrarë, tha. E pse s'më ke vrarë, o vllai, thash unë. Në qoftë se ti mendon që unë kam faj, më vrisni, o vllai, thash unë. Pse nuk më vrave? Të janë gjëra me zarar. Po normal që janë gjëra me zarar. Tha, po do vite ti të të vrasë, tha. Në mos sot, nesër, mas një viti, pra, mas 2 viti. Ju nuk jeni takuar, po vetëm jeni shkruar me njëri tjetrin? Vetëm kemi qatuar, kaq. Ata të denoncuan në polici, me çfarë akuze? Në denoncuan atje, na erdhi në fshat, na tha për nusën qitllafe, na tha kështu, na tha ashtu. Valla sikur unë kisha hyrë në shtëpinë e tyre me dhunë. Që unë shtëpinë e tyre nuk e shkela fare me kemë. Nuk e shkela fare me kemë. Vetëm të kobore, keni qenë. Kështu nga larkë.
Ishte një derpe e kuri, japën dy kanatat edhe ka lartë, mbi 20 metrë largë. Nuk shkel as në bovë. Por pas kësaj ngjarjes, çfarë ndodhi? Ti pate një komunikim me... Ky po më kërcënonte. Unë jo se kisha frikë, po kisha hallin e prindërve. Që të se mu rodit nga 71 vjetë, nga 72 vjetë, e kupton? Binte telefoni cër. Më kërcënonte. Më bënte blok vetë, ma ishte prapë blokun vetë. Vajta në policie i thash, o vlla, ky njeri po më kërcënon. Tha ti, a i djali tha që të morën në bilisht, po i thash unë për atë çështje. Ky po më kërcënon, i thash unë. Po ku ndodhet ku? Po për Niko. Kam vajtur vetë në polici. Po. Janë me shënime ke me letra. Thash unë, ky po më kërcënon, o vlla, i thash unë. E mori polici telefoni, e lezovi, asnjë pik, asnjë presje që unë ta kisha sharë, vetëm ai kishte sharë. Vërteta ti mos u shqetësofa, me këtë person do merremi neve, edhe unë dalë këtu, kaq. Ai vazhdonte kërcënimet, policia nuk u mor, që të më ballafaqonte me mua, se ishte në Selanik. Leça thot ai erdi djali, thot sa mori vesh këta, erdi djali, thot, jo. Djali ka erdhur ka bërë ndihmën ekonomike, zemini ndihmë ekonomike. Walter, pasi ti shkove te shtëpia, atë natë, fole me vjerrin, u përballe me zonjë në fjalë, ajo të shkruajti më? Ku? Në rrjetet sociale, aty ku ju flistit. Kur u mbyll si histori që ndodhi kjo. Pas asaj nate që ti i vajte në shtëpi, të shkruajti? Mbas asaj nate që i vajta në shtëpi, më shkruajti dhe dy herë. Që besoj të ka thënë që pse e bëre këtë gjë? Pse ma bëre këtë, tha. Thashun, po ti pse ma bëre atë gjë, i thashun. Kisha nevoju me më dërgu ti foto intime, se qa bëndi në tualet. A je normal, i thash, je 28 vjetë goci, i thash. Në vend të ti përkushtohesh fëmijës, po merresh me budalliqe. Arinte sa të më bënte dhe xhelos. Tash të bëhem unë xhelos për atë që nuk e desha. Çfarë lidhje ka kjo? Jo po flas me një tjetër në TikTok, jo kam një ofertë tjetër, jo kam këtë, jo kam atë. Ja tani doj me këtë, po i kyj me këtë duash i thash që më ngatërën mua, kam mallet e mia, kam problemet e mia. Tash ata më akuzojnë mua dita, tash mua më vjen edhe zoga njerëzit për zotin. Se nuk janë ndonjë djalë që i kam rënë kujt me qafë. Që kem shkret në familje, ose ku të di unë. Më kanë bërë një akull shumë të rëndë që ja kam marrë nuse. Ku e kam nuse në vlla? Walter, unë dua të them që çifti është ndarë me divorc. Dhe sot janë në një luftë për kujdestarinë e fëmijës. Tash po, luftë për kujdestarinë e fëmijës, mos e gjen ke vajteri, le ta gjen ke gjykata dhe te... Po, nuk ka lidhje me ty, Kur Niko ka qenë këtu në live me mua, ka treguar historinë e jetës së tij dhe ka treguar dhe tradhtinë e bashkëshortes, ku padyshim ka dalë dhe emri juaj. Por çështja në atë live ishte për fëmijën më së shumti se sa për tradhtinë, sepse ata e kanë mbyllur martesën, i kanë thënë fund gjithçkaje. Por nëse se ti më the pak më parë që unë dua të përballem, ke një mesazh që do t'i përçosh Nikos, se Nikua i ndjek live-et e mia. Kam një mesazh që do t'i them Nikos, e do ta dëgjosh edhe vetë, se unë di shumë, nuk di pak, di shumë. Unë falje kam kërkuar. Që në telefonatat që më shante, unë falje kam kërkuar. Falje duhet të më kërkoj ai dhe jati. Unë odeta kam që në Burg, kam dalë më datën 29. Pse keni qenë në Burg ju? Po kam qenë në Burg që godita një bank, atë që e dha dhe televizori, Raiffeisen Bank. Pse ti je ai që ke tentuar të vjedhësh bankën? Po unë jam.
Valter. Po nuk jam unë ndonjë do kudo, do si do. Dori unë do mere me Nikon, pashallah, unë do mere me Nikon, kam 100 probleme pera një vit burg pera. Valter, mos më thuaj nuk jam kushdo, që ke më keq. Valter, Si më keq? ke tentuar të vjedhësh një bank, që është hajdut, Po mi më quhe hajdut. që është një rrezikshëm. Kështu quhesh? Po mi më quhe më kej. Unë nuk se e vodha, tentova. Po pra, po, dhe bëri një vit burg. Nëse do arrije, do e vidhje, po që ke këto mendime të çmendura? Po jo pa dori do mere, mu kam 100 probleme tash, dori do mere me dhe me Niko. Më përmend edhe emri Nikoja mua. Valter, mirë, do ta lëm historinë e Niko, sepse Nikoa e ka mbyllur këtë histori. Qa ti bëj unë Niko tash Odeta? Ti kërkoj të shpërblim që më thaj. Të jap një këshill. Ma ka, si thon, ma ka ashtu Prishur imazhin. Valter, do më dëgjosh pak të lutem? Racist. Qa ti bëjmë, ti kërkoj të shpërblim, qa ti bëjmë? Do më dëgjosh pak? Po. Atëre, dua të shpjegoj që çifti është ndarë dhe sot ata nuk kanë më lidhje me ty. Zonja në fjalë është martuar me një person tjetër, Niko është në luftë me drejtësinë, kërkon të marrë kujdesarinë e djalit dhe nuk kanë lidhje më me ty, ka qenë një e shkuar, një marrëdhënie që keni patur, një lidhje që përfundoi pas 4 muajve edhe kaq. Por ajo që t'jap unë këshill është ke dal nga burgu dhe uroj të kesh marrë një mësim të mirë. Uroj që emrin tënd mos ta lexoj prap në media për lajme jo të mira. Uroj, Odeta, po, më falë që të më të ga fjallë, po. Uroj që të bësh një njeri i mirë, i devotshëm dhe paran ta fitosh me djers dhe jo duke vjedhur banka. Odeta, unë mësimin e kam marrë, atë që gabova, atë që bera ishte e gabuar, detyrimin nda shtetit e kam larë. Qartë, ke dal nga burgu, je i lirë dhe je sot me mua në këtë live, por më vjen mirë që dëgjoj që e ka marrë mësimin dhe ka mësuar. Ka që shumë falenderit për këshillat që po më jep. Po, me që ti po thua, ajo është martuar me një burg tjetër, aku ta dimu. Po, jeta vazhdon. Jeta vazhdon, let jetë martuar, që të jetë e lumtur, që të jetë, po të paktën t'ja japi djalin se ka bërë me atë tjetrin, e ka bërë me Niko. Ti po i jep një mesazh asaj. Po pra po jap një mesazh, le t'ja japi djalin se është gjynaf. Unë baba jam vetë. Ata t'i zinin vetë probleme dhe gjykata do japi më të mira, në sigurt. Po të paktën që jap djalin me mua që kishin që ma përmendën emrin atij. Valter, më thej jam babai një djali, sa vjeç e kishte djalin dhe njëherë të lutem? 21 vjeç. 21 vjeç, je divorcuar? Po, jam i divorcuar, këtu e 13 vjeç. Ke kontakte me djalin? Kontakte me djalin kam, po. Dhe më vjen mirë. Unë të uroj fat, lumturi, të uroj shumë të mira të kesh në jetë, uroj të mendosh pozitivisht, të mendosh gjëra pozitive dhe mos gabosh më. Më vjen mirë që reagove sot në këtë live, tregove versionin tënd, por më vjen mirë që në fund dëgjova nga një person që sapo ka dalë nga qelia nga burgu që mora mësimet e duara dhe nuk do gaboj më. Dhe uroj që kjo gjë të ndodhit e ty. Po pra, Odeta, të lutem, shumë falenderit për këshillat, po desha një përballje shumë nga Skype ose me atë Nikon, për zotin. Po pra, atëre mund t'ja thuash Nikos këtë gjë. Niko, në qoftë se më dëgjon, dua një përballje me ty si burrat, ma ke përmendur emrin, edhe unë dua një përballje me ty si burrat, të kërkoj falje, edhe të më kërkosh falje, kaq. Edhe ti sqarojmë kush ka qenë në kabinë, keni qenë juve apo kam qenë unë? Unë mendoj që... Po të ke...
Edhe unë kam qenë në faj. Po pra, unë mendoj që gjitha palët kanë fajet e tyre për t'i mbajtur. Mirë, jam e sigurt që Niko do reagoj, do më shkruaj, do më telefonoj se e ka numrin tim. Ne do betemi bashkë në kontakt, Valter, dhe të përshëndes nga Tirana. Edhe unë të përshëndes nga Korça. Miropafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por nëse keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori reale, histori të vërteta. Ndonjëherë ju i quani telenovela, por ja, telenovelat lindin nga historitë njerëzore. Mirë, faleminderit, takohemi nesër.